Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se vini në emisionin Aromë Shkodre. Shpresojmë që në 2 transmetimet e para në nisje të këtij sezoni të ri, të keni gjetur personazhe shumë interesantë dhe tema që kanë gjallur kërshërinë, po pse jo dhe diskutimet aty ku ndodheni. Dhe ne sërish duam të hapim tema të reja, nga ato tema që pak lakohen sot mediatikisht, por që ngjallin një kurreshtje shumë të madhe, sidomos për gjithë ata që janë eksplorator dhe që kanë një lidhje shumë të ngushtë me natyrën. Dhe kur flasim për natyrën, patjetër që një ftesë e përhershme e vazhdueshme i drejtohet anëtarëve të shoqatës ose ndryshe klubit Araboshi në Shkodër, janë guidat e tyre të pafundme, lëvizje, ngjitjet malore, zbulimet, pas të cilave tërheqin shumë njerëz të apasionuar, që janë edhe antarësia, por pse jo, shumë herë edhe nga ata që do ta kenë për herë të parë. Megjithatë, ne kemi zgjedhur të transmetojmë në këto guida të pafundme diçka që është shumë origjinale, shumë e veçantë, nëse të gjithë provojmë lëvizjet ngjitjet në mal, me bicikleta, me makina, pjesa më e madhe kuptohet, ka nga ata që do e ndërronin një zhytje pikërisht në ujërat e shumta që ofron Shkodra. Dhe ku pikërisht në lumin Drin. Ne kemi këtu, 2 antarë të shoqatës të Araboshi, shumë të nderuar, shumë të njohur, edhe përmes intervistave apo emisioneve të vazhdueshme që kemi realizuar, kanë qenë një model shumë i mirë për ne dhe për gjithë shoqërinë. Kasriot Faci, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjem, faleminderit për ftesën, Kozet. Kënaqësi dhe për ne. Dhe zotin Alkit Camaj, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetme, urime për emisionin. Unë ju përgëzoj për zhytjen më të fundit që keni bërë në ujërat e lumit Drin. Ne i shohim së fundmi, nëse më përpara kanë qenë breza që dhe janë zhytur në mënyrë individuale, kanë për plazh Buzdrinit, flasim për pozicionin që afër urës së Baqallekut, por ne do të donim të dinim më shumë për këtë aventurën e fundit që ju keni bërë, ka qenë një iniciativë personale, një dëshirë apo një pasion, të donim ta ndanim edhe idenë se si e nisët këtë zhytje pikërisht në ujërat e lumit Drin. Së bashku me ju ka qenë edhe një miku tjetër i yni, zoti Arben Samaj, të cilin e përshëndesim, por sot keni ardhur vetëm ju dhe Arbeni dhe kemi ndoshta për pasionin e tij për kuajt. Megjithëse dhe ai është një zhytës shumë i mirë dhe i licencuar. Pa diskutim, po fillojmë shkurtimisht. Mora një ftesë nga Alketi dhe nga Beni, cilët janë vllazën, por njëkohësisht janë edhe pasionantë zhytjes dhe janë zhytësa të licencuar, që ti ndjek në këtë aventurë. Me thënë të vërtetën, unë e kam provu një herë me pas bomblet në shtëpinë prej Alketit, edhe nuk jam në shumë komod në një zhytje që kena ba në lumin Kjer. Thjesht një test. Mirë po atë ditë mas punit, kuptohet, mas angazhimeve ditore që i patën, edhe Alketi me Benin, por allon, e lame që të shkoshim tek urat e bunës, ura vjetër edhe ura re. Prej ati, kena fillu nga fragmentit e ura vjetër der rreth 50-60 metra për te urës të re, nërkohë që po punot edhe për urën e re. Disniveli i ujit na lejoj një zhytje, unë kuptoj që nuk isha pajimet, edhe me gjithë atë, pata një maska, një palë lopata, pastaj ju bashkova Alketit, sepse këta kanë edhe disa do thosha me një numër mall pajisjes, të cilat e lehtësojnë edhe zhytjen për 2 persona njëkohësisht, pavarësisht se me të njëjtën bombël. Qartë. Ne kemi përgatitur dhe një insert të vogël. Alketi ka shku më afër dhe ka filmuar, në fakt, me GoPro shifet. Qartë. Para se të transmetojmë një insert shumë të vogël të përgatitur për të krijuar një ide më të qartë të teleshikuesit se çfarë materiali ose çfarë është filmuar. Ideja Alket për të bërë një zhytje të tillë, ti e ke pasion, zhytje me shumë pasioneve të tjera? Atëherë, ne bëjmë shumë zhytje gjatë vitit, në liçenin e Shkodrës, në lumin Buna edhe në disa zona tjera që do t'i flasim pak më vonë. Por interesi i urës Baqallekut nolli ka që janë të bë punimet e urës 3, thash ta vizitoj para se mu mlu, para se me u ashtu. Fatmirësisht, ku ka lënë ura re, nuk ka as mura, as se mi fjalë, nuk pra nuk është dëmtuar diçka ndër të një orës. Kjo ishte ideja. Në momentin që isha të eksploru, rash në mur, një mur vjetër, edhe fillova e kontrollova e ditë aty dhe e pava dhe dola nga ujë, u kënaqa shumë pa mas, sepse ishte një gjashtë shumë e veçantë. Dhe thame ta filmoj. Të merret më seriozisht dhe filmohet gjithë ajo. Të prezantojmë një herë insertin për të shuar pak urrejtjen e gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur dhe do të diskutojmë se me çfarë mjete, si është bërë zhytja, çfarë konkretisht keni parë më nga afër. Ndjekim materialin.
Sa pasionuarit pas aventurave dhe natyrës, zhytësit e licencuar, Alket Samaj dhe Arben Samaj, së bashku me Kasriot Facin, Guit Malore, kanë ndërmarrë një ekspeditë veçantë në Lumindrin, në segmentin ku gjenden 2 urat poshtë Kalas Rozafa. Objekti i eksplorimit ishin fragmentet e shumta të murit rrethues të qytetit të lashtë të Shkodrës, të cilat shfaqen ende në ujë dhe përgjatë brigjeve. Zbulimi këtyre mbetjeve historike vërteton edhe një herë se qyteti lashtë ka qenë i fortifikuar me mure mbrojtëse që shtriheshin deri në këtë zonë. Ato kanë ekzistuar gjithmonë dhe janë pjesë e segmentit të lagjes romake të antikitetit të vonë, që është zbuluar në vitet 1978-79, gjatë kohës kur bëheshin ngërmime aty. Me rritjen e nivelit të ujrave nga derdhja e kaskadës së hidrocentralit, vendi u përmbyt dhe u la në atë gjendje. Pikërisht në këtë vend, u zbulua dhe mozaiku i antikitetit të vonë, i cili është ekspozuar edhe në Muzeun e Kalas Rozafa. Sipërfaqja e kësaj lagje përfshin që nga subjekti privat Shqiponja e deri te këmbët e urës së vjetër, e cila u shem para 2 viteve. Her pas here, këtu ka pasur zhytje të iniciativave private, shtyrë nga pasioni, por dhe intriguar nga dëshmit se këtu ka mure të vjetra. Shpesh shkodranët kanë bërë dhe zhytje në vendin ku dhe u gjet mozaiku, dhe është përdorur shprehja po lahnat e mozaiku. Ekspedita e ndërmarrë privatisht përkon me të dhënat historike që dëshmojnë se qyteti i hershëm i Shkodrës ishte rrethuar nga mure të fuqishme mbrojtëse. Nga ana tjetër, ajo rikonfirmon pasurinë arkeologjike të zonës, por edhe për ta lidhur më fort natyrën, historinë dhe turizmin e aventurës. Ky pra ishte një seri që ne kishim përgatitur, shpresoj të kenë gjallë kur ishim për gjithë ju. Me siguri Kasero do të ketë nga ata që të thonë ata kisha dhe unë një bombull të shikoja dhe ta vizitoja. Ne kemi përgatitur edhe një kronik lajmesh që u transmetua në kohën që gjithë teleshikuesit arritën të marrin një sinjal të parë, pati reagime të shumta të atyre që thonë që pas viteve 90 edhe e kanë provuar, edhe janë zhytur, ose edhe para viteve 90, pra
përpjekje të vazhdueshme që janë bërë, por aq sa e lejon fiziku njerëzor. Du të them që në atë kohë kur janë bërë ato zhytje nuk kanë pas kamera në ujore, ashtu sikur e kishte Alketi. Por në qytet qarkullonte si gojdhën, për shembull atje ka shpata, atje ka për krenare, ndoshta edhe e zmadhuar. Jo, nuk është e zmadhuar sepse kuptohet që ku ka rënohet në një qytetnimi ku do ka, domethënë, mjete, artefakte të ndryshme, të cilat padyshim që janë aty edhe do të ndodhen aty. Ne nuk është se shkume për me pa direkt këto artefaktet, por thjesht ne doshim që të, si e tha dhe Alketi, ta dokumentoheshim me video këtë gjatë, sepse ishte një video e papame më parë. Pavarësisht të komenteve, ne thjesht jemi dashamirë të natyrës, edhe të nën tokës, edhe të nën ujit, edhe këta këna ba thjesht me pasionin, me iniciativën tonë. Do të them që Alketi bashkë me Benin e kishin si iniciativë për hir të vërtetës, edhe mbanë edhe mu pjesë, edhe për këtë jem shumë krenarë dhe i kënaqur se pash nga afër edhe në atë që tha dhe Alketi pak më parë, nëse mund ta them një Shkodër ndryshe, domethënë në imagjinatën teme erdhi edhe një Shkodër pak më e madhe për te qytetit vjetër edhe kalas që ne kena pa mi tokë. Po, ne nuk marrim përsipër të bëjmë një studim të mirëfillt të arkeologjisë në këtë zonë, është një zhytje mes personave që janë miq edhe që janë të apasionuar, njëherë edhe të licencuar, patjetër. Mjetet që u përdorën, pra ju u përgatitët, janë këto bombula që Alketi i disponon për zhytjet e vazhdueshme? Po, patjetër, ka që është edhe i fi eksperiencë gjatë zhytjesh, edhe kena fillu të imdall pak për çdo vjet, edhe janë ba disa, sepse mësym gjithmonë ku pa gjejmë vegël me ashtu asaj arsenalit tonë në kuptimin e mirë të fjalës. Mirë pa mungote një kamerë GoPro në moment edhe më afrej Kastrioti. Faktikisht janë edhe fije filmimet e shpejta sepse hera parë që e përdorje nuk e di se si reagon kamerën. S'besoj se është mbajtur në dorë, mos është vendosur në dorë. Ka një kamerë me dores, ajo ka mundësi mu montuar në kokë edhe në dorë. Po në këtë rast Alketi e ka përdorur në dorë. E ka pasur në dorë. Ka pasur në dorë. Kam pas përshtypjen që 2 persona e kanë përdorur, apo jo? Jo, një. Vetëm një, më duk pak në pjesën e dytë si filmim ndryshe. Vetëm unë. Po ndryshon ndoshta drita, vendi ka të bëjnë edhe me këndvështrimin qoshën, sepse ajo ka një si kthesë, edhe ndoshta edhe ora ka ecë pak edhe. Po. Pamja ishte e qartë, të paktën vetë minutazhi i gjatë të krijonte një ide të qartë se çfarë ka në atë vend. Po ju që e pat nga afër, çfarë ju bëri përshtypje? Thashë, ne ta pamën, pra ne tentova mu kthy herën e dytë më shpejt, me bë një filmim sepse aty ka kolona platume, gosh që janë përmi 3 metrë sa të gjata, dikon 50 me 40, 60 me 70, janë shumë ngurt platum, shumë gjana që nuk e kam idenë se edhe qa mund të kenë përpara, si mund të kenë funksionu. Plus që muri shtrihet 2 kratë e urave. Mi fjallë edhe është dikun në gatin mes drinit, nuk është kërkun afër bregut, mi fjallë është i spustum 7-8 metra prej bregut dhe 20 metra. Nuk është për afër bregut. Nuk është më afër. Çfarë gjatësie ka afërsisht? Po do të them 7 metër nga krahi verior edhe linor, edhe një 6-7 metër nga krahi perëndimor, por prapë mund të vazhdojnë edhe përpara dhe mrapa, një që kena. Ajo që duket pra në sipërfaqe, ju patë atë që ishte në sipërfaqe. Muri ishte shumë solid, i lidhur. Pra, edhe mu këtë dëfoshëm, jo gur të shpërndarë. Ka ba shumë përshtypje fakti që muri ishte sikur ka keni vendosur në kamp, po thjesht si pasojë e erozionit në po themi themelet e murit, ka ba që murit të kthehet një në anë dhe të binë përmes. Por është shumë interesante fakti që ka met po prek. Dhe kjo tregon edhe për teknikën që kanë përdorur dikur, që muri është akoma sikur ka kanë dikur në kamp. Duke llogaritur prurjet e drinit, lëvizjen e ujrave, nuk e kanë shpërndar. Por e kanë fjalën që nuk është skërmoç. Ka vende që përbame, po ka me një pjesë e madhe ishte. Në një moment ju kemi parë në një vazo, keni përqafuar gati një vazo dhe keni bërë dhe gjesin unë nuk e di se çfarë është kjo, duhet me pa me kujdes. Po ja kjo është vazo. Është vazo e vjetër apo është diçka e re, kjo duhet më ripallë herë. Ai Beni thotë që edhe mund të jetë e re? Mundet me kanë edhe gryk pusit, nuk e di na, domethënë është për të pallë një herë.
realisht unë mendoj që duhet ndoshta ne dedikoj dhe një zhytje me shku me ripa dhe njëherë. Pavarësisht se Beni thot si mas ti, se unë nuk e kam pa për herë të vërtet, sepse unë s'kisha pa imet, si Beni dhe Alketi, Beni thot që ajo është mund të jetë një pos i vjetër që ka met në ujë. Ose që ka djarë ujë nga nën toka. Okej. Dhe në çfarë thellësi e keni qenë? Aty filla ndikon pjesë të mureve më të nalta mund të ndikon te 1,5 metra deri në 7 metra poshtë. Po ju vetë? Nga sipërfaqja e ujit? Apo deri në 7 metër ishte thellësia në cilën. A ka nevojë që aty ka dhe mbetje, inerte dhe gjëra, domethënë ju pat dhe këtë anë tjetër të medaljes, ë? Domethënë nuk ka se janë inerte, nuk ose mbetërina që shkarkon në mbetërinë e bjen drini sepse mbetërinë të Kiri furnizon lumin drinë edhe po, dhe këtë anë tjetër të medaljes të ekosistemit tek ne. Me thënë drejtën nuk është se kishte shumë, aty nuk është se ka shumë si thotë Alketi, por na kena bërë një video tjetër përpara rreth 5 vjetëve, e ka bë Alketi. Edhe më ka ba shumë përshtypje Buna, e cila ishte me thasë, ishte periudha që njerëzit ndoshta nuk kishin edhe këtë energjisim që kanë sot, që nga lokali, për shembull, përfunoshin thasë në Bunë, edhe të ishte me të ardhë keq kur shikoshe, domethënë fundin e lumit Buna plot me thasë, me meteorina, plus me prurje, me pemë, me degë, edhe mandej u krijoi te vetë shtresa. Kështu që në tokë kam sheh shumë gjëra. Unë kam qenë në falset në pres, kam qenë fundjavën që shkoj në Lepush, edhe isha në Paj, bëmë një ece me një grup social turist, nga Lepusha deri në Paj dhe rrumullak bëmë atë unazën, rreth 9 kilometër, me një lartësi 400 metër, ja ma shumë, sepse grupi ishte në 80 vjeç, 75 vjeçar, mirë po mbani përshtypje një familje atje që jetohet në maje të malit, kishte hall gjithë meteorinat para shtëpisë vet në mënyrë që kur të vinë po themi në shiu e bora e ujit i marrin ti hallin përfundojnë se nuk janë vetëm mjetjet tona. Nuk e kishte zgjidhur atë. Nuk janë vetëm mjetjet e qytetit ose njerëzve këto afër, por janë gjithë fshatrat prej sipër pretendojnë që kur të vinë ujit i marrin atë i kalojnë liçeni, nga liçeni pastaj në det. Po, përcillet problemi. Nga deti marrin kuraci e manaj. Alketi me që në ngjiti Kastrioti në Lepush, le të ngjitemi pak edhe në Theth. Kësaj radhe ke qenë me grupin e shpëtimit për rastin e holandezit, i cili fatkeqësisht u bie jetën. Ishte mbrëmë. Pra në rrjetet sociale, kudo e publikuar. Flasim pak për këtë rast. Për mramit. Mora një njoftim nga grupi i kërkim shpëtimit shqiptar, Alpin. Mora një njoftim që ka një aksident në qaf Valbonës. Se gjithmonë bajmë veglat gati edhe nisna kusht tjeti disponueshëm. Mirë pa, Valbonin e ka në ofër një grup prej Tropojet, edhe Kosova ka shumë ofër në rrymjen shpejt në Valbon, se ka lënë për me Gjakovës. Në këtë rast, Kosova bate ma shpejt, edhe nisa dhe grup për nga Kosova prej 10 vetëve, edhe erdhen atje. Plus edhe na u ba me 6-7 vetë, me policia dhe me ta. Kjo gatishmëri është e përhershme? Faktikisht ka nisë me funksionu. Ka 3 vjetë nduket që presidenti Federatës të Alpinizmit dhe Turizmit Shqiptar ka kriju këtë grupin e kërkim shpëtimit për Shqipnin, sepse nuk ekzistote. Kjo dhe mësot është vullnetare. Po, kemi dëgjuar familjarët, si në rastin në fshatin Pepsuma, që unë nisën ata dhe një rast të një Gjermane, që ju pasat në emision. Janë disa raste që kena nërhy të Gjermane, janë 2 Gjermane që kena nërhy. Mi fjallën, unë që kam baune janë 6 raste. Me gjithate, një punë veçan bane edhe grupi i Kosovë, sepse ato ishin me gjithë pajisit edhe gjanat, mi fjallë kishin pru ata, edhe bane nërhymje, bravo jo kjoftë. Po, a është e vështirë ndërhyrja dhe pozicionin në cilin a ishte humbur jetën? Ishte e vështirë për të ndërhyrë? Pozicioni ishte shumë i vështirë, sepse erdhi helikopteri dhe ushtria, edhe ishte pa mujtë në atë kohë kur e përvunin ata, se kishte ra një 80 metra poshtë, edhe o bate vetëm mënyrë alpine në gjarë ati, sepse pylli s'len mua ullë me helikopterë me gjanë, me fjallë ishte zonë më shehun. Ja, dhe kërkemi holandezin? Kjo e ka ba punë gjysore të fotografim para se me në ullë në gjarëja, në qafë Valbonës to. Aji ka deviju shtegun,
edhe ka ikë një 700 metra prej shtegut, prej qafës Valbonës. Mirë pa, është një pamje shumë e bukur për me ba foto, sepse kap edhe Valbonin, kap edhe thethin. Për televizor. Por rrezikshmëria, si thanë në fjalët e para, po nuk e di ma tepër, që i ka ra çanta, ka shku me marrë çantën edhe ka humbur. Ka rëshkit ma poshtë. Dhe kjo punë zgjati sepse na informacionin e morë me në 4, më rrita më theth, prita se pa kryen helikopteri, nuk kryje dhe mora dhe rrugën për me dalë në qafë Valbonës. Faktikisht ne ka Shkodra nuk kena grup mallë që duhet mu ba pa shtjerë me gjithë edhe vullnetarë. Ka pas një vdekje me njëhershme apo me aty që ka qenë me njëhershme për shkak të lartësisë madhe që ka rënë? Të plasjeve që ka pas gjatë të rënjes. Po, këto aksidente që ndodhin vinë si rezultat, ne duhet i pranojmë, janë natyrore, kemi fluks të madh turistësh, ka pakujdesin, nuk e njohin terrenin, apo janë dhe problemet të tjera, mungesa tabelave, shënjimi rrugëve, mungesa mjeteve me cilat bëjnë guida tilla. Faktikisht këtë gjë nolla për mramit me fjalë, se unë kur dola natën atje, ta natën betëm dhe në qafë Valbonës, kush e ka bërë rrugë din. Edhe tabela nuk ka, por ka në busha e me flita, edhe ka një 2 shkrime me fjalë qafa Valbonës. Faktikisht, kur jena kënë me Kastriotin në Norvegji, në shumë pikat caktume, është një tip hartet, diftan qarë nivellet je, sa është ora bar rruga, me fjalë edhe sa të ka metë me shku filan dhe në ku e nisti. Pra je më i orientuar. Shumë më i orientuar. Jo aq në një vend të panjohur. Ja, se ti ban bajagi rrugë, lolla që nuk din se sa ki ba. Edhe mungojnë ata tabela, faktikisht. Mungojnë edhe disa gardhe, që si puna makinës që s'len me dale i hekri prej rrugët, duen edhe da gardhe sepse ka humnera. Edhe disa informacione që janë pikat rrezikshme. Këta mungojnë për fat keq. Edhe në vetëm 2 orë që ula dje, në 2 orë, i kam pas, sepse kur ulesh, shef njerëzit unit, se kongjiten aja ora e fluksit, ma mërmenja se 250 dhe 300 persona ishin të unit dje për me kalu qa Valbonin. Pa dhe një 300 janë prej Valbon theth, e banë 600 vetë vetëm dje edhe qarë kohet jena sot për turizmi. Pra ne kemi një fluks të madhë, bërë një që në këtë shifër, bile se fundmi do të bëni, keni planifikuar edhe ju për të bërë një udhëtim? Të fund javë, me një pjesë të klubit Taraboshi, ne do të bëjmë kalimin nga thethit për në Valbon. Është një distancë rrëth 16 kilometër, lartësia në qafë Valbon shkon dikun të 1758. Kastriotë tashmë ti je licencuar dhe si gujtë turistike. Sa herë ke bërë atë qafë? Shiko, nuk është puna se sa herë ke bërë. Çdo herë që do të ta bash, ti do të kesh kujdes. Sepse turistët nuk kanë eksperiencë një pjesë e madhe dhe neglizhojnë edhe thonë që nuk kam nevojë për gujtë. Por në fakt është e nevojshme që të ketë një gujtë, sepse gujda është ajo që kujdeset për ty, që ti mos të kalosh atë zonën e rrezikut që tha dhe Alketi, edhe shkosh edhe të lesh jetën për një gjatë, domethënë për një foto që nuk ja vlen, domethënë kur. Mirë po, do thosha që arsyeja e rritjes së aksidenteve në fakt vjen edhe me faktin që tha dhe Alketi me fluksin e madh të lëvizjes në këtë rrugë, sepse sa më shumë vizitor të ketë, aq më shumë më i madh rritet edhe rasti dhe risku. Sepse kuptohet që përpara nuk kena pas të aksidentum, se s'kena pas turista. Nërsa sot kena turista, prandaj është një gjë e mirë që federata ka marrë përsipër me ngrit këtë grupin, këtë strukturën, e cila ka nevojë shumë për mbështetje, sepse nuk them lek, po themi për mbështetje, investim, sepse ka rëndësi që kjo strukturë të trajnohet. Alketi për shembull është trajnu, po tash shkon përsëri në Poloni, mos gaboj. Për trajnimin e radhës. Në trajnimin e radhës bashku me 2 pjesëtar të tjerë. Nëpërmjet federatës. Pra është shumë e rëndësishme që Alketi të ketë qysh tek kpuca dhe veshja. Po, që këto janë të shoqëruara me një kohë. 6 herë që ka dalë, jam krejt i sigurt që ka dalë me paret e karburantit shtëpisëve. Ka dalë me veshjet e veta. Ja herë pasioni të vret në Shqipëri. Pasioni e marrë këtë djalë, por ne duhet ta mbështesim gjithë secilin në mënyrën tonë, në mënyrë që edhe këtë ketë një komoditet, mas të hekin pare nga xhepi i shtëpisë. Po, është mëse normale, pa llogaritur që bën një akt human të shpëtojë një shtetas. Është nisur natën Alketi për... është shumë e nevojshme guida, dhe guida tjetë e vëmendshme të ankohen sepse është e momenti që ti del në qafë, edhe ke idenë për me dalë maj aty.
edhe me ba foto. Mirë po ajo një moment me rëshkit kama, një moment me pas një marramendje diçka, nuk ka këthim mrapa. Pa këthim. Edhe... Po, se do doja të ktheheshim prapë te një fjalë zhytja. shumë shkurt, po. Është shumë e nevojshme guida, sepse edhe me Kastriotin sa herë dalim vende të reja, na shumë i njohim malet, i shetisim, pëlqen me marr një guidë sepse na diftan edhe për historinë, edhe për tana gjanat, edhe jena më të sigurt, sepse edhe kaç na ka met, edhe kupton edhe jena shumë qetë. Prandaj guida është shumë e nevojshme. Nuk janë asnjë lek që kur ban llogarin jetën apo 10.000 lekë për person është kur gjë. Problemi është se ke kuptu diçka ai ultim që ke bë. Se bëhet një herë një jetë ai ultim ndoshta. Kupton se sfidosh veten në relief të vështirë, po të mësosh shumë gjëra. Do doja të ktheheshim prapë tek zhytjet, sepse aty na intereson atë që thashë në fillim të emisionit, nuk e kemi shumë të zhvilluar të turizmin e zhytjeve. Pra mund ta shohim si sport, mund ta shohim si hobi, mund të jenë edhe të tjerë që mund ta bëjnë, por le të sjellim një shembull më të fundit që na nderoi ne si shqiptar. Shoqata e speleologjisë shqiptare arriti të krijonte mundësitë për të hyrë në një shpellë. Jemi në zonën e Mirditës, do t'i lutesha regjist të vendosi pamjet. Jemi mahnitur kur e kemi parë, ja konkretisht Alket na trego. Keni qenë së bashku me Kastriotin. Po, ishim me Kastriotin. Ju andani ndonjëherë apo jo? Edhe ndahemi qevis në adan, sepse ne shkan muhabeti shumë bashkë. Do me tha një gjë, Alketi jo vetëm Kastriotin, po Alketi ka një fuqi magnetike që i marr gjithë njerëzit pas vetit, edhe ka një veti që se ka kush, domethënë që jep zemër njerëzve. Unë kam pas fatin me pas shok Alketin e me njoftë dhe me nda shumë momente bukra, kena kënë majnë e Olimpit bashkë, kena kënë shumë maja shumë interesante dhe majnë e Rapit që janë majnë edhe bajgit vështira, majnë e Korabit, do të shkojmë të shpejtit përsëri, edhe dhe banë është fat që i kena Alketin. Mirë për në duen shumë Alketa, jo vetëm një. Është shumë e vërtet. Më sili përshtypjet e kësaj shpedhe, që me sa kuptojmë ndodhet në zemrën e një mali. Duhet futemi në zemrën e një mali. Po, është në zonën e Mirdis, quhet shpella Kusia e Gjonit. Tashi për më shumë, ja ka lej stafetën Alketi, sepse unë nuk kam pas fatin më zhyt aty ku zhyt Alketi. Faktikisht, kjo shpella është eksploruar më dhe bërtjeve për para. Ka një edhe me zhytje edhe tjetër kush mërën duket italiant. Pra, a kanë qenë shqiptarë ata më përpara, apo jo? Jo, italian kanë qenë. Italian që kanë bërë zhytjen. Problemi është se tant hujt që vinë në Shqipni, ekspedita speologjike në Shqipni, i bajnë ata studimet e veta, edhe ikun, edhe s'nalajnë asi informacion të shpellave, që mi pas dokumentume edhe na. Ju a kërkojmë të gjë? Ose bashkëpunim ju kërkojmë? Edhe sa kërku, pa edhe një italian që vjen me hite i shpell, e ka me veti gjithmonë një shqiptar, një guida, diken e ka sepse... Pa mund t'jetë një banor i zonës që i ka thonë që është një shpell aty dhe pastaj... Nuk është me banor të zonës, nuk është thjesht, nuk është ka që thjesht. Banorin shka e kërkojën e kur du më interesan mu, po nuk është banori që i thirë hade hinit e Po ku e marrin vesh që ka shpellën, apo më përmes? Ka studimet ka heshme. Ka një informacion para që janë disa harta që janë ekzistojnë, cilat japin informacion, pastaj ato pasionantët, eksploruesit kanë ardhur dhe do të vinë dhe do të vazhdojnë me ardhur. Pse ne kaq vonë? Ne kaq vonë sepse janë një sër faktorësh. Do të kujtojmë që malet në Shqipëri kanë qenë zonat ndalume për njerëzit, sepse gjithmonë ka kanë frika duke qenë për shembull Thethin Kufi me malin e Zi, ose Taraboshi që kemi këtu afër. Pra ishte ideja, ose Vermoshi, ose vende tjera, gjithmonë ideja me ndalu njerëzit, mas me shku hala, besoj unë, në mentalitetet e brezave aktual janë që mas shkat e mali. Përveç të shti kanë shtu dhe rrezikun e gjarpnit që s'është as pak evident dhe mahanë, sepse po themi kemi rrezime nga mali, po jo kafshime nga gjarpni. Nga gjarpja nuk është kjo problem, a? Jo, s'kena pas, nuk kena pas. Gjithsesi, unë do thosha që qarku i Shkodrës ka pas një projekt shumë interesant, edhe fatkesisht ata kanë kërku njerëz në Shkodër që janë të interesuar për më marrë me shpellat, por këto gjëra nuk fillojnë për një ditë me një boton, duhet të investosh, edhe investimi pastaj ta kultivosh diçka dhe pastaj ti marrësh frytet e saj. Unë kam dorë një broshurë nga shpella në shpellë, e cila ka synu me identifiku
disa atraksione turistike shpellash, cilat kanë bëjnë në Shqipëri, në Shkodër, janë pjesë e lumit, pjesë e deteve të Adriatikut dhe të Jonit, edhe është meshtrirje gjeografike në disa shtete, siç është Italia, Shqipëria, Bosnia e Hercegovina, Malizi, Kroacia, Serbia, që janë këto në këtë broshurë nga shpella në shpellë, ku të regojnë se si e qa mund bashkë me di. Kush e disponon këtë broshurë? Këtë broshurë e disponon qarku i Shkodrës. A mund të marrin pranë qarku? Mund të ketë një shpërndarje ose në Po tjetër, unë të qarku i Shkodrës, unë edhe Alketi aty i kena marrë. Dhe është edhe një libër pak më i zënum pastaj, që është nëse duam të dimë më shumë për shpellat. Patjetër, që ka të bajnë pikërisht libri i shpellave quhet. Edhe këtu ka të identifikuar disa shpella. Sërish botimi i qarkut? Kjo është botim i projektit, që qarku ka marrë pjesë që ka kënë partnerë. Pra dhe janë disa partnerë në 7 shtete. Pra ne nuk duhet lëvizim duke menduar që i bleva këpucët dhe jam në regull, po duhet të blem pa diskutim, duhet të shikojmë. Këto për shembull në këtë broshurë, ndryshe nga harta, kanë dhënë informacion se po shikoshim me Alketin për shpellën e Ganjollës, shpellën e Jubanit, Gajtanit, po. Po, që ne kemi dëgjuar, do të pjesa më madhe e Shkodranëve, por nuk kanë marrë iniciativën për të vizituar. Por fakti tregon që këto shpellat nuk janë hallë tek kjo hartë, është një hartë këtu që kena sjellë me vete, me Alketin. Këtu për shembull po shikoshim me kujdes hartën, dhe këtu mungojnë. Pra kjo është një hartë vetëm për shpellat? Jo, për shpellat edhe kafshë, për atraksionet e tjera, por ka një gjë kozet, është vu një gur i madh i rëndësishëm, themel. Tash duhet me vazhdu dikush këtë punë, sepse po nuk e vazhdove kjo edhe humbet. Edhe duhen prekull nga afër, duhet shtuar kultura për të organizuar, po të fëmijët, të rinjit. Sepse ata janë që do ta vazhdojnë. Alketi edhe unë, ndoshta thamë para se me filluar misionin e kena pasion, edhe gjejmë knasinë tonë, por do të ketë edhe pak interes edhe nga strukturat e cilat shtetënore, edhe private. Ka lehtësira për të shkuar atje për shembull te kjo shpella? Kjo i përket vetëm specialistëve, për atyre që janë në zhytës së mirëfill. Një njeri thjesht e shikon tani në emision të shkojë unë atje, shkojë dot atje. Ka që vështirë është për ta gjetur, po nuk talla sepse, më fal, Alketi destinimi, po nuk talla destinacionin, domethënë pikën orientuese dikush është e pamujtur me gjetë. Po. Sinqerisht unë kam hapur sytan kohën ku po shoh shpellë. Okej. Pra për njerëzit shku me ne, shpella ishte në shtrat të lumit. A shpella ishte në shtrat të lumit? Shtrat të lumit, po. Ndërkohë që ne jemi në shpella dhe kemi gjithmonë në Majmalive afër atje. Për momentin sepse bjen niveli ujit, dhe aty fillohet pikërisht hyrja. Dhe kur hishem rand, unë e kam pru një video që e kam në Instagram, që më thënë drejten kam pa pak shpella, nuk thëmë se kam pa shumë. Po kjo ishte? Për mu kjo ishte shumë e veçantë. Normalisht është dhe një shpellë shumë e bukur që është në Gramsh, në pikërisht shpella Kabashi që ajo është edhe ajo shumë reslanse. Por kjo ka një specifik kozet, që kjo ka një ujë, pra një sasi ujit liqen, që shifet aty në filmin, i cila sa keni shku Alket ju në gjatësi paka shumë? Shoj që ndryshimi është bërë vetëm me drita këtu, pra nuk hyn drita diellit fare. Na kena ecë për me mbrit këtu, pakten kena ecë 10-15 minuta, po Alket. Sepse është me kate, domethënë që ti do të ulesh. A rritë shkomit, sa është thellësia e ujit aty? Atëherë, ka liqenet të tjera më pas? Ta spjegaj në 2 minuta. Unë jam bë pjesëtari i shoqatës speologjike shqiptare, kërkim shpëtimit edhe në shpella. Kena bë disa trajnime me ta për nxjerrjen e barelave nga shpella, sepse edhe aty mund të ndodhin një aksident, edhe janë bë grupe shumë komfort. Kur shku me të shpellë dhe ke shpella këtu, po me edhe liqet. Edhe thame do të kthehemi herën e dytë, do të bëjmë edhe zhytje. Mirë po, zhytja është për herë të parë, e krijuar për një grupi speologjik shqiptar, sepse nuk ekzistoi deri dje, po sot është krijuar si grup. Edhe thamë ta bëjmë. Mirë po, kur hime në ujë na ishte shumë e bukur e tana, fillu me zhytjen. Mirë po, nga ftofti janë disa kompjutra që i përdoren për me matë thellësinë e kohën e tana, mu fik. Mirë pa na si zhytje kena disa parametra, sepse duhet me ba
barokamrën i thojmë 5 metra me net me prit disa minuta sepse azoti godet kyçet. Edhe kështu që në momentin që të prishet kompjuteri do të kthesh me psht. Në shkume dhe 11 metra e gjys diqa, nuk shkume me e shetit me bajagi liçenin, sepse te pjesa që shifet, mësani del mrapa, nuk duket prej kamerave. Edhe fillim një shpes aty, kanë hija me mrapa, por kanë pas një fije që kanë vendosur italianë. Italianë tash e kanë bërë në gjuhën teknike fija apo thjesht fije shënuese. Okej. Edhe e kanë bërë, problemi është se nëse kena as informacion sa kanë shku, ku kanë shku, a gjajnë dhomë atje, sepse ti hin nuj, po mundesh me dalë te një dhomë tjetër më madhe. Shpella është nuk do të kishte asgjë të keqe që të kishim të parashikojnë një bashkëpunim me ata që janë më të fushës, të ndajnë informacion. Për shembull, shef ky projekti që është bërë, kanë lënë fotot, kanë lënë gjatësitë, kanë lënë 2 informacione për këtë do. A kupton sepse informacioni mu lanë sa tash vlerë për turizmin nesër, sepse çdo turist, kjo është e bukur tash. Shumë e vërtet. Na dona me u kthy me fëmijët, na ka premtuar Alketi se do të na çojnë do të çoj fëmijët. Kështu që kur vijnë fëmijët, gjenë rastin të ftojmë edhe ty jesh edhe pjesë. Jo tani, me që do vinë fëmijët. Nuk çeka skalla që ti ke dhe arsye fort me ardh sepse je në zonën tonë atje. Mirë ditore. Patjetër, më takon bileve kur ju kam pa që keni shkuar tash. Po, si ma kanë bërë këtë punë. Si ma bërë shokët e gjatë. Faktikisht këto ditë do shkoj edhe një herë për zhytje. Po e bisedojmë atëherë, se do më pëlqente shumë edhe që të bëja një mision të bukur atje. Duke qenë se minutat ecin dhe ne do të kemi dhe 2 të ftuar të tjerë që do të jenë pas pak. Vetëm thjesht një pyetje, po jo shkurt. Me që ju jeni të licencuar për zhytje, mund të kishim ne një kurs, një grup të futet fryma e të shijuarit të turizmit nga zhytje. Pikën që na vlen më fort. Po dhe këtu ju lash 1 minutë në dispozicion. Faleminderit. Atëherë, na kena biseduar me Alketin edhe mendojmë që nëse do të na paraqitet mundësia, dona me përgatit një projekt, sepse bazullet tek niveli ose tek mundësitë që t'jep Shkodra. Shkodra ka liçenin, ka detin, ka lumin Kir, ka lumin Drin. Ka lumin Buna, ka liçenin e Vaudes, ka liçenin e Komanit, pa fund. Ka hapësina lumin e Sharls. Mirë po, fatkeqësia jonë e madhe është që ne fëmijët nuk po i orientojmë drejt natyrës edhe drejt përdorimit pikërisht tan këtyre aseteve, sepse nesër këta i bëhet jeta më e mirë aty në vetë, mësojnë aftësi, por në njëjtën kohë përdorin veten edhe punojnë për turizmin. Sepse turizmi do të ketë ta nivele, sepse aventurat e turizmit janë pa fund. Kena fillu... është edhe në natyrë vizitorët të shoh gjithmonë diçka tre. Kena pa përmi ujë, me barka si kena pas. Kanë fillu me dal. Me bicikleta në ujë si kena pas, kanë fillu me dal. Me kanoë si kena pas, kanë fillu me dal. Me stand-up paddles si kena pas, kanë fillu me dal. Pra, është momenti kyç për ne që ne të mobilizona dhe të punojmë së bashku në mënyrë që të bëjmë një projekt që t'ja lajmë dikuj stafetën, sepse është shumë e rëndësishme dhënia stafetës. Dhe në këtë fushë nuk është faktikisht Shkodra ka se s'bën të nevojshme me kriju një grup zhytësash. Sepse jena kompletuar. Atëherë ne mbetemi në kontakt. Në momentin që ky kurs aprovohet me kënaqësi më të madhe për ta promovuar dhe për t'i nxitur fëmijët, është super aventurë. Fëmijët edhe të rinj do të futen se s'bën. Sa më parë. Sa më parë sepse çdo moment, çdo sekondë i humbur është shumë e vërtet. Është humje. Ju falenderoj për bisedën që zhvilluam në studio dhe për të gjithë televizionistët që na kanë ndjekur. Ne do të vijojmë edhe në një pjesë të dytë, Bab dhe Bir. Merren me sport. Tani për ju nuk përbën çudi se ju në Taraboshi. Po edhe na sportistë se kena. Alketi edhe djali Alketit ose Mona. Dy fëmijë të angazhuar bashkëtia juaj gjithashtu. Por tani do të vinë 2 atletë, Bab e Bir. Ska më mirë. Edhe fitues që të dy. Shkodra është e jashtëzakonshme, jo vetëm për sport, por edhe për kulturë, për art. Por sportin e ka pas traditë dhe normalisht s'na çudit fare. Por për kuriozitet na trego kush janë. Do ta ndjekim pas pak. Do të kalojmë në publicitet dhe do ta tregoj më një herë. Okej.
Jemi rikthyer në studio pas spotit publicitar. Besoj që në pjesën e parë biseda rreth zhytjeve dhe idesë së fundit që u hodh mbi realizimin e një kursi të mirëfillt për zhytjet në Shkodër, duke qenë se Shkodra ka lumenjt, ka liçenin, ka detin, është një mundësi e paparë për gjithë ata që duan aventurën për të eksploruar përmes zhytjes, sidomos një sport që shumë pak ose as pak është i praktikuar në Shqipëri. Dhe na krijon mundësit ku njerëzit janë të licencuar, mjetet më pas ekzistojnë, po dhe plotësimet mund të bëhen, dhe nga pasioni i zhytjeve ne do të kalojmë në një pasion tjetër, atë që e ngacmuam sadopak në mbyllje të bisedës me dy miqtë e parë, sporti për atletikën. Ju me siguri do mbureni me kushurinë, me të afërmit, me fëmijët, po mund ta keni edhe një djalë apo vajzë shumë të talentuar në shtëpinë tuaj. Ndërsa raportet bab-bir, që të kenë një talent të jashtëzakonshëm, që t'i kenë hyrë rrugës së sportit të atletikës dhe të vazhdojnë duke pasur një sukses të vazhdueshëm në maratonat apo garat që bëjnë, këto janë raste shumë të ralla unikale. Edhe ne si emision qëndrojmë gati, sa po shikojmë postimet e tyre dhe arritjet e tyre, me njëherë i bëjmë ftesën në studio. Në Shkodër me siguri njihen jo vetëm nga ata që janë sportistë, por unë do t'i prezantoj për këshërin tuaj. Mirë se erdhe Florian Balaj. Mirë se u gjetme, faleminderit për ftesën. Ti ke ardhur së bashku me djalin tënd, Elsari, ai është 13 vjeç, por që kur fotoja jote edhe në kronika televizive doli emri jot, Elsari çfarë shihet, çfarë ndjenje ka tani që ka në studio? Kam një emocion shumë të madh sepse është hera jame e parë që jam në këtë studio kaq të bukur. Faleminderit, faleminderit. Babain tënd e kemi pasur edhe të tjera në studio, por gjithmonë ka folur për të tjerët. Domethënë në rastin më i fundit ka qenë rasti i të ndjerit Gilman Bakalli, maratonës që është bërë trofeu që është dhënë dhe që është krijuar 3 ditë në Shkodër, por herë e parë që kemi babë bir. Shumë kënaqësi që të ndajmë këtë pasionin tuaj me gjithë teleshikuesit. Habite njerëzve kur shikojnë që jeni babë bir, merreni me atletik të dy? Ja, në fakt nuk është habi shumë e madhe. Habi nga herë e marrin më shumë në aspektin që ushtrojmë sërish të dy të njëjtën kohë, pra se normalisht mosha jeme, djali janë larg kuptimin e kësaj dhe dikush shumica prej shokëve të mi të sportit sot janë trajner dhe nuk e ushtrojnë aktivitetin personalisht, por e ushtrojnë nëpërmjet atletëve, siç është Elsari dhe mosha edhe më të mëdha. Po fatmirësisht kam pas dëshirën, më ka marrë gjatë dëshira dhe mundësia fizike për me vazhdu sportin. Kam pas një karrierë rreth 14-15 vite me atletikën si atlet profesionist. Si e nisa? Kam kanë në shkollë 8 vjeçare, në klasë 7, në klasë 8. Në atë kohë në fakt jam marrë me arte marciale, me karatet, po kanë aktivizimit të shtëpia Pionierit në Sarraç. Trembin atë kohë, djem ta dini në arte marciale, filmat na frymësonin. Në lagje kam pas disa shokë që u merrshin me atletik, si në rumi profesor Albert Morashi, që është edhe kryetar i shoqatës Vllaznia, dhe njëkohësisht me që jena të ftuar për rastin fjalë, ishte edhe ideatori, domethënë që mendimin e bashkisë realizoi për herë parë mbas kaq shumë vitesh maratonin e Shkodrës, domethënë. Dhe urojmë që t'jetë jo vetëm hera parë, t'jetë vazhdimsi kjo. Si për herë të parë, gjithse biseda nxori dhe unë kisha lënë për një moment më të vonë. Po, lindi rrjedh shumë sepse profesor Berti, siç ma bëhet pyetjen, ngova frut atletika. Me profesor Bertin filluam me dal vrapin e mjesit. Regjisi, lutem që vendos edhe imazhet, fotot që ne kemi grumbulluar nga rrjetet sociale, postimet e ndryshme që janë bërë për të krijuar një ide për maratonën, e cila filloi në datën 14 pra të dielën, që ka kaluar dhe pati një sukses në Shkodër, një pjesëmarrje shumë e mirë e sportistëve dhe në video dhe që nisja gorës 30 km është kjo. Nisja gorës 30 km. Pjesëmarrja si herë e parë ka qenë mjaft e mirë. Normalisht nëse do të vazhdojnë kjo si që është mëkat po të mos vazhdojnë, pjesëmarrja do të jetë edhe më e madhe sepse në këtë ditë fatkeqësisht koinciduan edhe disa qytete tjera në Shqipëri dhe jashtë saj dhe në Gjakov, në Kosovë, që ishte një trail running, ku komuniteti sportiv dhe sportdashës, domethënë, qoftë amator, qoftë profesionist, u shpërndan në 3 aktivitete. Një pjesë ishim në Shkodër, një pjesë ishte në Gjakov, një pjesë në Voskopoj. Pra dhe kjo ka ba që të nikojnë domethënë të pjesëmarrja, sepse këto lloj aktivitetesh sportive ne i njehim shpesh. Në këtë vit faktikisht e kam filluar
me trail ulqin, ku kam marrë pjesë në gorën e 10 km dhe fatmirësisht arrita te vendin e parë. Atje gjithë ato vrapusa që ishin nga Shqipëria kanë kënë pjesëmarrësa në ulqin. Njëjtën gjë bojnë edhe ulqini dhe rreth. Janë shtuar dhe aktivitetet, dëshira për angazhime të tilla, kështu që ndoshta nuk mund të pretendojnë gjithmonë se do I kemi të gjithë. Pak para ishim në Fusharrës, 3 javë më përpara, ku ishim pjesëmarrës sërish thujse gjithë komuniteti sportiv nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Ulqini. Pra, normalisht ne njekum të na herët njëri tjetrin në aktivitete të ndryshme dhe bëjmë ftesa nëpërmjet rrjeteve sociale. Po këtë herë në fakt ishte pak rrmuj sepse nuk mujt me kanë ton Shkodër ashtu si kishin qejf, se ne kemi aftuar me çton, po Flori, për qenë ky që je, është merit e trajnerëve, pra ne kemi një sport atletikës të mirë organizuar me kushte të gjitha, apo është më shumë pjesë e vullnetit tënd? Pra ti e ky që je se ke punu ti fort. E thënë ndryshe shkurt. Do të thonë, unë në fillimet e mia e kam filluar me të ndjerin profesor Gzim Mema, që ka qenë shef klubit për shumë vite, derisa është tërheq nga karriera sportive e trajnerit dhe 15 vitet e mia që kam bë atletik profesioniste me vllaznin me kombëtarën, 10 vite I kam pas me profesor Gzimin dhe 5 vitet e fundit I kam pas me profesor Albert Marashin, që sapo kishte lënë sportin aktiv si atlet, kampion disa herë kampion dhe nën kampion Shqipërisë, dhe u aktivizu mbasi marri shkollën në Fakultetin e Lartë Vojokushi në Tiranë, u aktivizu si trajner I vllaznis dhe në atë kohë kam bë kalimin nga tek profesor Berti. Kam vazhdu deri në fund të 2012, pastaj kam pas një shkputje të jo nga sporti, po më shumë nga sporti profesionist, nga atletika, dhe jam marrë me sporte të ndryshme, me mountain biking, me crossfit, me gjona të ndryshme, domethënë triathlon, pra 3 sportin që është not, biçikletë dhe vrap. Këto I bëjmë sërish, po fokusi që nga viti 2018 dhe sot që po flasim, jam reaktivizu sërish dhe jam pjesë e ekipit vllaznis master, pra si atlet master, dhe I kombëtarës gjithashtu. Siç master ne këto më shumë e përdorim në jargonin e përditshëm atlet veteran, pra 35 plus. Aty ka ndamje me 5 vjeçar, 35, 40, 40, 45 e kështu me rroll. Aktualisht jam tek range-i domethënë 40, 45, pra te M14 siç e quajmë ne. Dhe aty kena pas shumë aktivitete, në fakt, qoftë kombëtare, qoftë ndërkombëtare. Kam përshtypjen se ky lloj sporti ti krijon më shumë mundësi, po, që të jesh pjesë e garave, sepse sportet e tjera kanë sezone të caktuara, o do ta ketë nga maji, do ta ketë nga shtatori, tetori. Domethënë, ju jeni më shumë në korrent. Stërvitjen e kena çdo ditë, thujse çdo ditë. Por për sa I përket aktivitete, atëherë kanë kohën e vet ata, aktivitetet e dimnit. Të ndërpres pak se po shikojmë pak Elsarin. Po është drejt finishit. Drejt finishit Elsar. Pa njëherë, çfarë ndjeve atë moment aty? Ndjeva një emocion shumë madh sepse jena në qytetin e Shkodrës, pra në qytetin e lindjes, aty ku kam marrë mësimet e para, çdo gjë, babai mësuesi jot më I mirë apo? Babai, gjithashtu dhe profesor Bruno Rotani, që më stërvit për çdo ditë, por edhe babai nuk është pa një kontribut vyer, po patjetër që po. Ti ishe I vogël kur të mante mami në dorë ty, edhe shikoje babi në gara. Unë e përgëzoj familjen tuaj, edhe bashkëshortën tuaj, e cila në çdo garë të kanë ndjekur, të kanë mbështetur, ka qenë aty, e kujtoj me fëmijë të vogël ka ardhur. E kam parë. Gjithmonë Fiorella është gjithmonë prezent, domethënë, si familje kena kanë gjithmonë të lidhur dhe jena normalisht. Tek pjesa e sportit, ka kanë gjithmonë suportuese, edhe ka marrë pjesë çdo aktivitet në Shkodër dhe jo vetëm në Shkodër. Prandaj Elsari është rrit me frymën e sportit. Me këtë frymë të sportit. Që në moshën 7-8 vjeç ka kanë gjithmonë prezent, pra atëherë kur është bërë me kuptu tamam qefin dhe mundësinë për më marrë me sport. Gjithashtu fillimet e tij kanë qenë në fakt edhe në hiking ose ecje malore ku vetëm 7 vjeç e gjys po bë 8, kena një të vajushen me Elsarin. Vërtet? Edhe e kujton? Elsari kujton edhe ka shiu maksimalisht. Jam shumë rreshtar, çfarë mbresa është ka lënë? Ka lënë mbresa shumë më, sepse ka kanë gjidhja me parë një mal aq nal, edhe ka kanë shumë qejf. Si të është dukur bota për sytë e një 8 vjeçari? Se unë kur I shikoj gjërat ato që kanë parë 8 vjet, kur isha 8 vjeç, për shkak duken vogla tani. Ti u kanë dukur gjigande, madhështore. Është e vërtet, shumë e vërtet. Ngjyrat, çfarë të pëlqeu? Lartësia, ti e more kështu se u bëraj fort, u rrita tani. Sfidë shumë e madhe.
në atë kohë domethënë mas të nëngjitje dhe gjëra të tilla, se jo vetëm në atje, e kena aktivizuar vazhdimisht edhe me sportet të triathlonit e tjerë, ku ka marrë pjesë në stafet me fëmijët e vllajt tem me një nan tjetër, Bledar Mesi, pra kampionit përhershëm Bledar Mesi, sepse edhe Bledari ka fëmijë të aktivizuar në sport si Heren, ashtu edhe Leon, edhe i ka taku Elsarit me në fillim me Leon, që ishte më i madh, me stafet, edhe me Heren brenda familjes. Kështu që ka bë domethënë vazhdimisht aktivizime, është aktivizuar mandej edhe me profesor Bruno, me Bruno Rotanin, ku është edhe pjesë e ekipeve zinxhir të Vllaznis, ku ka dalë 2 seri kampion që nga U10, U13 dhe U16, ku në 2 kampionatet e fundit ka arrit shpallet kampion, edhe me U16, pavarësisht se mot më në mosh, vjet ka kanë në kampion, si mjet ka dalë 2 herë kampion, si në kampionatin e dimit, ashtu edhe të U16-s në Kupën e Republikës dhe në kampionatin kombëtar të U16. Unë që ka këto rezultate dhe kjo ka kënë një raport, më bëri përshtypje ku bëja serviti me babin. Edhe ishte e rruga në Zogaj, këtej e rruga pak e prishur, po këtej te asfalti ishte të dy që po vraponit. Ka kushte Shkodra për të bërë atë servitje që pastaj ju të dini kështu kampion, domethënë kemi kushtet ne për të bërë servitje. Në rol por duhet me kenë pasioni. Sepse po nalme vetëm me numru kushtet edhe mos mundësit e ushtrimit një aktiviteti caktuar, kena me gjetë gjithmonë një diçka që ka më në nal. Ideja është që ne duhet me bëjmë më të mirën për me u marrë me diçka, mu marrë me sport, qoftë nivel amator, qoftë mandej profesionist, nëse na përshtatet për cilësit fizike të ndryshme, por ka normalisht pengesa. Edhe stadiumi është bëha 2 herë është bëha pista, dhe herën e dytë prap pista sot për sot ka kushte që të lajnë për dëshiru. Sepse është, ka kushte që të lajnë për dëshiru, cilësia po njëve nuk është se ka kanë maksimale, por gjithmonë aty ka atlet pasionant, ka 4 trajnerë që me në krye profesor Albertin që bojnë punën e mrekullueshme, profesor Albert Morashi, Dorian Tafa, Jetmir Johaj, Bruno Rotani që është edhe profesori Elsarit, pra që kanë gjithmonë atlet kampion dhe me rekorde që nga moshat deri tek të rritunit. Kanë sfiduar kushtet, mungesë e kushtet dhe pra vazhdojnë të jenë fornizojnë gjithë Shqipërinë me atlet, domethënë kampionati shqiptar. Krahasuar me bashkitë e tjera, ne jemi më keq te kushtet? Nuk mundem me kanë shumë objektiv në atë pjesën me kolegët në mundem me kanë krejt objektiv në atë pjesë që me thonë so merr suport Vllaznia nga bashkia apo sepse nuk jam pjesë e shoqërisë Vllaznia me profesional, por jam me pjesën e atletëve master. Atlet master nuk është se ka në mbështetje si nga bashkia, pra në nivel klubit, ashtu edhe nga kombëtarja, pra nga federata. Rrallë herë ka financime për atlet master, por ne me pasionin dhe jena rrit, domethënë sport nuk mund të shkputemi. Do bëj ca pyetje kështu për pasionin, që tani të gjithë do i hapin veshë kështu edhe do thonë. Ka kosto? Ka kosto. Kosto ku qëndron? Është e lirë me vrapu. Më krijo mos e të bëj 100 pyetje. Jo, asnjë problem s'ka, faleminderit. Domethënë ka kosto sporti. Si po ushtrove në nivel amator, ashtu edhe në profesional, edhe më tepër rritën kostot, sepse normalisht po ti hysh në pak në thellësi pjesë botës vrapimeve, sidomos vrapimeve të rrugës, ku ke edhe më shumë gara se sa një sportist profesionist thujse, sepse ka aktivitete të ndryshme si aktiviteti në fjalë, që janë kostoja që ndërën tek veshjet, atletet. Po të hysh domethënë në botën e vrapimit, ne që bëjmë vrapimet mesme gjata, suplementet gjithashtu. Po, domethënë kur hin kësaj punë, fillon e kërkon metash brenda edhe kjo. Vetëm me kputë për shembull me dash me bë vrapime, duhen 3-4 palë atletë të ndryshme për vrapime dhe ditë të ndryshme të stërvitjes. Jo vetëm më cilësorët ose më shtatë janë ata të gorës, janë ditën e gorës. Atëherë vinë atlete për një shërbim pak më shpejt. Atëherë vetëm me këpucët tuaja, edhe Elsari ashtu. Po kaloj pyetjet edhe te Elsari dhe po i alternoj. Ti e bën orën e fizikulturës apo s'ke nevojë? Unë e bëj orën e fizikulturës, por nuk mundohem bëja shumë sepse kam frikë se mund vrahem dhe nuk e kam aq të rëndësishme orën e fizikulturës se sa kam të rëndësishme
stërvitjen. Okej, ti 10 e ke fiskulturën gjithsesi. Okej. Mirë, në familjen tuaj ka një disiplinë të ushqyerit sepse një sportist i mirë ka nevojë për një ushqim mirë dhe a gatuani ju vetë sepse më duket shumë e lodhshme që një mama të gatuaj ke dhe një motër, Po. Okej, pra duhet të gatuaj për motrën e vogël, duhet të gatuaj për veten, po ju e doni ushqime ndrysh, pra ka një disiplinë të gatuarit në familje? Atëherë, normalisht, si në çdo sport, edhe në sportin atletikës dhe shumë gjëra tjera që ne bëjmë ekstra, pra përveç asaj profesionale që kanë atletikën, normalisht nutricionizmi ose të ushqyerit gjen një rol shumë të rëndësishëm tek performanca. Kjo jo vetëm për sportin, edhe për jetën normale, domethënë, edhe për ata që nuk ushtrojnë sport. Ushqimi është gjëja kryesore. Ne jena ata çfarë hajmë. Ne jena ato se si lvizim, se çka bëjmë, dhe ashtu. Prandaj i sugjerojmë gjithëve që të marrin me sport dhe të bëjnë një aktivitet fizik. Duke ndajt te pjesa ushqimit, normalisht mundohena me hangër ushqime sa më afër natyrales, ushqimet e stins, normalisht më mundu me zgjall, edhe me pas bazë të mirë proteinike, me pas bazë të mirë ynyrna të shnetshme, edhe gjithashtu të shtu tek pjesa e perimeve, tana me rroll. Pra njëri duhet me hangër tana llojet e ushqimeve që me marr si mikronutrientat ashtu edhe makronutrientat Pra ju e që ka respektoni nevojë trupi. Normalisht duhet me respektu për me pas performancë, ndryshe nuk kalon lodhje, domethënë. Okej, kjo është më se ashtu sepse shohim që ka disa sporte, një para një gare, fillojnë gjithorës me bë servime, Ideja është me pas ton vitin, domethënë. Po, pra duhet të jesh gjithë vitin angazhuar. Te gatimi, domethënë. Te gatimi, ndonjë specifik, kryesisht, sekreti është nuk ka lidhje vetëm sekret, po ideja që Elsori është nim se më mirë se unë te pjesa gatimit, sepse Elsori e ka qef gatimin, edhe shumë gjëra domethënë. Drekën shpesh herë gjejmë gati për Elsorit, sepse unë edhe nusja jena në punë. Drekën? E gatuam ti drekën? 13 vjeçar e gatuam drekën? Ka 14 vjeç që i ka hin qef kuzhina. Ua, nuk e besoj, ky është super lajm. Të paktën gjonat bazike, domethënë pjekje, fergesat, makaronat, ku diun, orizin edhe shumë gjona tjera, Elsori i ka qef, domethënë. Mund të jesh një profesion i dytë? Po, e ka qef kuzhinën, i pëlqen kuzhina. Të pëlqen kuzhina. I pëlqen kuzhina. Sepse kemi dhe shkollë të këtij profilit në Shkadër, kështu që ka shpreh dëshirën se ka qef më marr, por ta shohim se si ndryshon. Pasionet të tjera që keni, për shembull Flori ti je punonjës në një bank në qytetin e Shkodrës. Po, punoj si institucioni mikrofinanciar, edhe menaxher shitjesh për një firmë kozmetike, domethënë. Po shumë mirë, pra ke dy punësim, po gjeni dhe kone. E menaxhoni.com kaq mirë sa të bëni dhe ato dhe ato dhe këtë. Mundohena me se e tillë është ekonomia e tregut sot. Mundohena me menaxhu kohën në mënyrë të tillë që mos më i mungu asnjë prej punëve. Normalisht puna prioritare është puna tetorore si analist kredie. Po, patjetër. Pjesa tjetër mandaj është part-time, por që është mirë koordinuar në mënyrë që mos më i mungu. Normalisht kam edhe orarin e stërvitjes teme, kam edhe 2 ose 3 orare, të paktën 3 herë në javë me personal training që merrem në palestër me disa klientë, kryesisht për zgjalljen, sepse nuk ka mundësia fizike e kohës, domethënë, për me ju përgjigj. Por të pas pasion pjesën qoftë atletikën, qoftë edhe disa kurse që kam bë për sa i përket personal training, edhe eksperiencë shumë gjatë temën, domethënë 10 vjet në pjesën e ushtrimit forcës dhe zhvillimit forcës, gjë që i shërben jo vetëm jetë përditshme, domethënë, por i shërben edhe jetë sportive, sepse çdo sportist çfarë do lloj disipline që të jetë, atletik, futboll, basketboll ose çfarë do lloj sportit, ka nevojë edhe për pjesën e përgatitjes fizike të forcës, zhvillimit forcës me pesha në një palestër ose në ambiente të ndryshme, po zhvillimit forcës, domethënë. Po. E ndan kohën mirë për të bërë mësimet? Elsar? Po, e ndoj kohën. Mëson në shkollë, po. Përgjithsisht kemi dëgjuar që sportistët janë shumë të orientuar te sporti tani. S'na del shumë koha për mësime. Del koha apo jo? Del koha, mjaft për me bë detyra dhe mësime, por edhe sportin nuk e lo po një kohë. Kush të kërkon më shumë llogari, mami apo babi? Kush të kërkon më shumë? Nga ana mësimeve kërkon më shumë mama, normalisht. Po babi çfarë llogari të kërkon? Te sporti, apo te sporti, më shumë pjesën e sportit. Okej, Elsari ka të drejtën që të dalë me shokët apo Lucia është mësuese, edhe kështu që ka më kollaj kontrolli. Pjesën e ka edhe më me qef. Po, Elsari ka ato dëshirat e moshës që ne s'na pëlqen nga ihe si prindër, po tolerojmë apo jo? Elsari ku nuk të plotësoj dëshira?
Nuk ka se plotësohet në akoma dëshira, plotësohet gjithkund. Po, celularin e mban kur shkon të flesh? Jo, normalisht që jo. Çfarë fle? Në ditë e shkollës, që kam shkollë, maksimumi ora 10:30 është... Je në gjumë? Po. Po, në mëngjes shkon në orar në shkollë, vënohesh? Ja, nuk vënohem. Jeni njerëz të disiplinuar dhe në jetën e përditshme ju, që ta kemi një ide të qartë. Kjo disiplina e sportit ju karakterizon edhe në jetë me njerëzit. Për shembull, në studio erdhët fiks në orarin që u thash. Kështu i keni këto fiks gjërat në orarin që thoni apo? Normalisht sporti ndikon shumë te pjesa e disiplinës dhe sepse aty ke stërvitje, ke segmente, ke vrapime, ke pushime. Marrën pushimi, fillon stërvitja, por normalisht bëhet pjesë e jote, bëhet pjesë e ditës, bëhet pjesë e jetës tonë. Si sportive, si fillim, mandej edhe te pjesa e jetës sociale, edhe në marrëdhënie, edhe në veprime tona me njerëzit, me punën, me çdo normalisht që ndikon. Dhe kjo është gjëja edhe më pozitive që... Por nuk e gjeni dot në këtë realitet, për shembull ju nervozon, mungesa nervoziteti, njerëzit nuk vinë orar, korrektësia, e vuni. Kjo është kostohet kanit vet korrekt, sepse normalisht e vënë re më shumë kur në shumicën e rasteve nuk janë tonë kur hajtë 5 minuta ose hajtë s'bëhet namje mos më bëj kretisht to hajtë. Domthon sporti të bën për me kanë shkurtimisht më e mirë për shoqërinë, më e mirë për të llojet e ndërveprimeve sociale dhe ndërveprimeve në punë dhe kudo që të jesh. Prandaj je më fleksibël, më energjik. Normalisht, më energjik. Po, e vërtet. Domthon prandaj i këshillojmë gjithë njerëzve që të merren me aktivitet sportiv. Aktiviteti sportiv të bën mirë qoftë për mirëqenien fizike, gjithashtu edhe për atë psikologjike. Kete një motor të vogël, po dhe ajo kështu ta kemi dhe atë me sport të vështirë. Shumë aktive është, në fakt është një gjë interesante ne kur kam vrapime të gjata, që kam stërvitjen jashtë stadiumit, pra jo gjithmonë jo për çdo ditë stërvitjem në stadium, po, sepse ka program tjetër dhe stërvitje me trajnerin e vet. Dhe vetëm stërvitjet e forcës i zhvillojmë bashkë, po kur kam aktivitete jashtme, normalisht nxemin e bëjmë të oborri shtëpisë, e bajon do. Edhe vajza më shef edhe del vrap. Edhe del e vrapon me mua, është vetëm 3 vjeçë po. Pra është fëmijë shkoft edhe është shumë dëshë. Bab do marr llon të stërvitje. Thotë edhe vjen e bën xhiro aty, po nalim, do 10 minuta po të bëj vrapun aty në nxemje, 10 minuta e ke aty të vrapu, kështu që besoj që komo kanë nuk bjen larg prej pemet, kështu që sepse edhe në familjen teme bazë ton jena marrë me sport. One edhe 2 vëllezërit edhe motra. Të ton kanë atlet, dikush më shumë, dikush më gjatë, pa çka se unë kam vazhduar më shumë edhe e vazhdoj sërish sportin. 2 vëllezërit edhe motra nuk e kanë vazhduar më sportin aktiv, por motra aktualisht është mësuese fizikulture, gjithashtu edhe personal trainer që stërvit në palestër. Unë do doja shumë gjatë të mbanim bisedën, po të tilla janë minuta televizive dhe dhatë një model shumë të mirë, një shembull shumë të mirë. Shumë prindër që na ndjekin, nuk po themi gjithë bëheni atlet, por nëse keni pasione të tilla që i ndihmojnë shëndetit fiziku tuaj, po dhe mendjes tuaj, sepse i ka të dyja përfitimet. Është mirë të nxesim fëmijët kur bëjnë gjëra të mira. Kjo është këshilla, kjo është ajo piknisja që kena filluar me djalin, domethënë që me vazhdu dhe gjithmonë i them nëse unë që jam 42 nuk kam motiv edhe nuk kam asnjë lloj shpresë për me lënë sportin, normalisht nuk ke asnjë lloj, e kam thënë. Të penalizon më duket çika? Nuk më penalizon. Jo, përderisa kam në vrapimet në rrugë që bëjmë ne edhe në të dolën, kena atlet thosh jam pjesa ekipit vllaznia gjithashtu edhe kombëtares, master dhe aty kena fasha të ndryshme moshesh dhe atlet më të vjetër kena 75 dhe 82 vjeç. Për në kampionatin ballkanik, edhe kur shkojmë atje, edhe në Europian, kur shkojmë atje ka shumë të llojet e moshave, kena zhvilluar në Shkodër 2 herë rresht kup ndërkombëtare që kanë ardhur atlet nga gjithë bota, nga tana moshat. Nuk ka se penalizon, thjesht ja përmendni Elsarit sepse i them nëse unë nuk kam arsye për mos më zhvilluar sport, ti nuk ke, kështu që. Po, është vërtet. I keni të ndarë rafse ku keni kupat? Ti ja kena bërë raftin më të madh sepse pretendojmë me mbush edhe më shumë. Edhe në maratonin e fundit, domethënë sepse u mlodhem edhe për këtë temë, por folëm pak për maratonin deri tash. Po maratona ishte një event shumë i mirë realizuar, si herë e parë, domethënë në Shkodër, kishte 3 disiplina.
3 distanca, domethënë 2.5 km për fëmijët 10 deri në 15 vjeç, ku Elsari arriti të triumfoj të zoni vendin e parë, ka pas 19 plus, 15 plus deri në 20 vjeç, 5 km, ku atlet i vllaznis si Dojt Kopliku doli i pari, një atlet i Bledar Mesit doli i dyti, edhe një atlet i një shkolle doli i treti, kanë qenë kronikat e lajmeve, cilat i kemi përcjell. Kanë të plota, gjithashtu edhe në kategorinë 10 km, në vendin e parë doli vllai jem Bledar Mesi, atlet i pandalshëm, kampion i përhershëm i atletikës shqiptare. Dy vende në podium i marrët. Po, domethënë, kur e them vllai, është vllai normalisht është po. Si jena rrit bashkë në sport, jena rrit bashkë sport, pavarësisht se na ka shkut pak jeta me vendbanim, domethënë Bledari është në Tiranë, unë jam në Shkodër kështu, por gjithmonë jena bashkë edhe në podiume edhe në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Unë ju falenderoj që ndat me gjithë teleshikuesit eksperiencën e jetës suaj sportive. Ky ishte ndoshta dhe qëllimi kryesor, për të qenë një model të mirë. Se çdo të thotë kesh këtë pasion, ta përcjellësh ta ndash me fëmijën tënd dhe të keni gara ku rrëmbeni këto emocionet e kupave, vendeve që fiton. Shpresoj të kemi sërish në transmitimet tona me gara dhe rezultate tjera, ku Ensari nga ka që është tani, sa i gjatë je? 1.65 urdhëra, ti të bësh 200 cm fare me këtë ritëm që ke. Dakor, kur vish në studio pastaj do të jesh. Ju falenderoj shumë. Falenderoj dhe gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur në pjesën e parë, të gjithë ata që e kishin mendjen, po dhe pjesa tjetër që ndoshta e ndezën pak televizorin me vonesë, nuk ka problem, është ritransmetimi nesër në orën 15:30. Në pjesën e parë ne kishim pasionin e jashtëzakonshëm të anëtarëve të klubit Araboshi në zhytjet ujore, më e fundit ishte ajo në ujrat e Lumit, dhe në pjesën e dytë biseduan babe bir, Florian dhe Elsari, 13 vjeç, e theksoi moshën e tij, ka talent, 2 kupa të fundit që ka fituar dhe është një në triatlon dhe një në vrapim në atletik sportin e vet. Na nderon çdo shkodran, është kënaqësi që ju patëm në studio. Kushet? Patjetër po. Sportista, që si s'mundën e me shku, kena Mateon. Familja, shkëm familja ashtu. Do të shihemi sërish pas javë në emisionin Arom Shkodrën, natën e mirë.